Gjykata e Tiranës ka vendosur masën e sigurisë detyrim paraqitje për 19 personat e ndaluar gjatë protestës së opozitës me 24 janar, protestë e cila u shoqërua me përplasje dhe akte dhune ndaj institucioneve shtetërore në kryeqytet. Sipas autoriteteve, të ndaluarit dyshohen se gjatë upimit kanë hedhur molotov dhe fishek zjarre në drejtim të kryeministrisë dhe godinës së kuvendit, duke krijuar tensione dhe rrezik serioze për sigurinë publike. Protesta e nisur si një tubim politik i organizuar nga Partia Demokratike përfundoi në përplasje me forca e rendit dhe dëmtime të objekteve shtetërore. Në seancë për vlerësimin e masave të sigurisë, prokuroria e Tiranës kërkoi masa më të ashpra për disa prej të ndaluarve. Konkretisht për 5 persona u kërkua masa arrest me burg, ndërsa për 5 të tjerë arrest në shtëpi, me argumentin se veprimet e tyre përbënin rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe cënim të rendit publik. Megjithatë, trupa gjykuese vendosi të mos i pranojë kërkesat e prokurorisë, duke caktuar për 19 personat masa më të lehta detyrim paraqitje. Kjo masë detyron ato të paraqiten periodikisht pranë organeve të drejtësisë dhe të mos pengojnë hetimet që vijojnë për ngjarjen e 24 janarit. Ngjarjet kanë nxitur reagime të forta politike, deputetët e mazhorancës dënuan akte të dhunës dhe përdorimin e mjeteve të rrezikshme gjatë protestës, ndërsa opozita ka këmbgulur se protesta ishte një shprehje pa kënaqësisë qytetare dhe ka hedhur poshtë akuzat për nxitje dhune. Hetimet për protestën e 24 janarit vijojnë, ndërsa autoritetet pritet të sqarojnë përgjegjësitë individuale për incidentet e regjistruara.